mos e trajtoni jetën si një garë, sepse ajo është një udhëtim i gjatë. Ditët ecin shpejt, disa ecin ngadalë, disa nuk ecin. Ti nuk mundesh dot të mendosh që je mbrapa. Nuk mund të jesh i dështuar duke menduar që nuk po ec me ritmin e tjetrit, sepse secili ka kohën e vet dhe rrugën e vet. Dhe po ashtu duhet që të ecim qartësisht dhe jo paqartësisht. Kujdesi nga vetes në ana tjetër është një luks dhe jo një egoizëm. Është një përgjegjësi ndaj vetes dhe para Zotit. Kujdesuni për veten jo sepse e shikoni nga frika, por shikoni veten si diçka të çmuar në çdo moshë që keni. Mos e trajtoni trupin dhe sëmundjen tuaj si një armik që duhet ta disiplinoni, por shikojini si një shtëpi ku shpirti kërkon edhe paqe. Respekto dhe përurull Zotit tënd, respekto gjithashtu nënën dhe babain tënd dhe që të duan më shumë se çdo kusht tjetër, duaj motrën dhe vëllain dhe mos u nda për ca metra pronë, duaj fëmijën tënd dhe ri më shumë me familjen tënde, duaj botën dhe ata që na kanë lënë pararësit tanë. Dhe në fund, diçka si shenjë që të kuptohet se edhe ti je pjesë e kësaj bote ta lësh në fund të kësaj jete.